A ka rrezik për destabilizim të Maqedonisë Veriut, duke marrë parasysh pra e kemi të freskët edhe festën e 28 nëntorit, ku gati sa nuk eskaloi situata, patëm 10 arrestime, shumë edhe në përndeshjet sportive, pra ka nisur që të rritet kjo gjuha e urrëties, edhe sidomos pas këtij narrativi që është ngritë sidomos nga partia juaj e BDI-s se shqiptarët po i humbin të drejtat në Maqedoninë të Veriut. Po gjithmonë ka patur struktura të tilla që i kanë nxitur, domethënë ka pas një nxitje për incidente të tilla dhe ne jemi munduar gjithmonë që të ndikojmë që ato mos përshkallëzohen dhe mos marrin për masa të pakontrollueshme, sepse jemi të vetëdijshëm për situatën gjeopolitike në Evropë, kemi një luftë në Ukrainë që ende nuk i shihet fundi, kemi trazira në linjën e mesme, kemi një Bosnjë ende të padefinuar statusin e Republikës Sërbe, në Kosovë gjithashtu me struktura nacionaliste që në çdo kohë mund të kryen incidente të padëshiruara dhe ne jemi të vetëdijshëm se incidentet të tilla mund shumë shpejt të eskalojnë dhe të marrin për masa. Prandaj jemi munduar gjithmonë që t'i parandalojmë ose që të ndikojmë mos të përshkallëzohen dhe mos të jenë të pakontrollueshme. Dhe sigurisht që ne si subjekt politik, jo që nuk e duam atë, po përkundrazi domethënë luftojmë, po nëse do vijë një situatë ku duhet të shpërthej një energji negative që akumulohet në popullat, kam frikën se edhe partitë politike nuk do jenë gjendje t'i kontrollojnë, po shpresoj që nuk do kemi një situatë atë tillë.